Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera. Sot do të ndiqni. Kryeministrit Rama ju dorëzua medalja e nderit në një ceremoni të posaçme organizuar në rezidencën presidenciale në Jeruzalem. Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se medalja është një nder që e merr në emër të gjithë popullit shqiptar për mbështetjen që tregojnë ndaj hebrejve në periudhën më të errët të tyre. Studentët në rang kombëtar do të vlerësojnë institucionet e tyre të ndara në 6 fusha sipas komponentëve të mësimdhënies, kompetencave të fituara dhe mbështetjes ndaj studentëve përmes sondazhit kombëtar. Për të informuar rreth këtij procesi, studentët e Universitetit të Gjirokastrës morën pjesë në takimin e organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë. Gjirokastra po bëhet gati të pres turiste të drejtohet atyre me paketa dhe çmime të arsyeshme. Oferta po përshtatet për turizmin e qarkut, ndërkohë që operatorët turistik kanë nisur promovimet dhe bashkëpunimet edhe me agjencitë ndërkombëtare. Për 3 vite menaxhon një strukturë akomoduese në qytetin bregdetar të Sarandës. Erisa Çakalli i takon brezit të tretë që administron këtë aset në shërbim të turistëve, duke marrë kështu përgjegjësinë e të drejtuarit të biznesit familjar. Aktualisht ajo punon për ndërtimin e një aplikacioni që mundson marrjen e një zinxhiri shërbimesh që turisti kërkon. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministrit Rama ju dorëzua medalja e nderit në një ceremoni të posaçme organizuar në rezidencën presidenciale në Jeruzalem. Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se medalja është një nder që e merr në emër të gjithë popullit shqiptar për mbështetjen që tregojnë ndaj hebrejve në periudhën më të errët të tyre. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij në Izrael u nderua me medaljen presidenciale të nderit akorduar nga presidenti Isaac Herzog. Kjo medalje, tha presidenti i Izraelit, nderon ata si ju që kanë ndriçuar botën me udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme, qartësinë morale dhe vlerat demokratike, dhe ata që kanë dëshmuar miqësinë e tyre të guximshme me popullin hebre. Kodi shqiptar i besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit ndihet mjaft i pranishëm në këtë hall. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe e ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e tij më të errëta gjatë Holokaustit. Populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Kryeministri Edi Rama këtë medalje konsideroi si nderimin e duhur për shembullin që shqiptarët i lanë botës, duke mos dorëzuar asnjë hebre të vetëm tek nazistët. Nuk mundem të mos kujtoj këtu një prej shumë episodeve të asaj faqe e të lavdishme të historisë son, kur të gjithë udhëheqësit fetar u thirrën nga nazistët për të dhënë qasje për të dorëzuar arin shqiptar dhe listën e hebrejve, dhe ata me një herë thanë, mund ta merrni Floririn, por hebrejt janë tanë, do t'i mbrojmë. Shqipëria është një vend me shumicë muslimane, por kjo ishte një nga arsyet pse nazistët nuk mundën të mërrinin tek hebrejt, sepse muslimanët ishin buroja e tyre më e fortë. Në përpjekje për të ndërtuar mbi këtë histori, vijoi Rama, ne bëjmë gjithçka mundemi që të ngrejmë zërin kundër antisemitizmit. Ne kemi miratuar të gjithë legjislacionin kundër antisemitizmit dhe kemi promovuar mësimin mbi Holokaustin në hebre, duke integruar atë në kurrikulën tonë shkollore, sepse është bindja jonë e palëkundër që kjo s'ka të bëjë me hebrejt. Kjo ka të bëjë me humanizmin tonë. Shqipëria do të jetë gjithmonë shtëpia juaj e dytë dhe ju do të jeni gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri, përfundoi fjalën kryeministri Rama. Edicioni i tretë i konkursit kombëtar të gjuhës shqipe që zhvillohet me nxënësit e klasave të 9-ta në mbarvendin ka hyrë në fazën gjysmëfinale, të cilat do të vinë drejt për drejt në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Kryeministri Rama vlerësoi të 11.000 nxënësit nga gjithë Shqipëria që u përfshin në këtë garë të dijes dhe dashurisë për gjuhën amtare. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe ka mbërritur në fazën gjysmëfinale. Kryeministri Edi Rama bëri sot të ditur se mbi 11.000 nxënës nga gjithë Shqipëria u përfshin në këtë garë të dijes dhe dashurisë për gjuhën amtare. Tani shkollat më të mira do të përballen në rang kombëtar për të treguar aftësitë e tyre në të shkruar, në të folur dhe në komunikimin me qytetari, bëri të ditur Rama. Të dashur nxënës, si e kaluat fundjavën? Atëherë super apo shumë bukur? Yllfare apo kaq bukur sa kemi mbetur pa fjalë? Si thoni? Gjuha shqipe mund të jetë shumë më tepër se super dhe yllfare. Mund të thoni befasuese, e këndshme, e mrekullueshme, magjepsëse, e mahnitshme. Shkruaj bukur, fol rrjedhshëm. Komuniko me qytetari dhe trego aftësitë tua në konkursin kombëtar të gjuhës shqipe.
Ky konkurs është kthyer tashmë në traditë si një mundësi për të nxitur dashurinë për gjuhën shqipe dhe për të forcuar lidhjen me trashëgiminë kulturore. Pas fazës së parë, ku nxënësit zhvilluan konkurs mes klasave të nënta në çdo shkollë për të identifikuar nxënësit që shfaqin talent ose aftësi të spikatura gjuhësore, vijoi faza e dytë e konkursit. Skuadrat në fazën e dytë garuan në nivel rajoni për të nxjerrë 20 skuadrat më të mira që u kualifikuan për fazën gjysmëfinale, e cila do të transmetohet drejt për drejt në ekranin e RTS. Ky është edicioni i tretë i konkursit kombëtar të gjuhës shqipe që zhvillohet me nxënësit e klasave të nënta në mbar vendin. Studentët në rang kombëtar do të vlerësojnë institucionet e tyre të ndara në 6 fusha sipas komponentëve të mësimdhënies, kompetencave të fituara dhe mbështetjes ndaj studentëve përmes sondazhit kombëtar. Për t'u informuar rreth këtij procesi, studentët e Universitetit të Gjirokastrës morën pjesë në takimin e organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë. Një nga mekanizmat kryesor të sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë është matja e kënaqësisë së studentëve nëpërmjet sondazhit kombëtar. Në këtë kuadër, përfaqësues të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë ishin në Gjirokastër për të informuar studentët e Universitetit e Qrem Çabej mbi përmbajtjen dhe qëllimin e këtij sondazhi. Sondazhi si fillim është i ndarë në 6 fusha kryesore dhe ka për qëllim pra shërben si një mekanizëm për matjen e kënaqësisë së studentëve për institucionet e arsimit të lartë ku ata studiojnë, qoftë universitete, akademi, kolegje profesionale e tjerë. Gjithashtu, qëllimi i këtij sondazhi është për të mbledhur informacion nga pikpamja e studentëve mbi stafin akademik, mbi lëndët që ata zhvillojnë, por jo duke u fokusuar në emra specifika, por lëndë të veçanta. Të dhënat e nxjerra nga ky sondazh do të shërbejnë për marrjen e vendimeve të rëndësishme në hartimin e politikave shtetërore në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë në arsimin e lartë. I gjithë qëllimi është mbledhja e informacionit mbi kënaqësmërinë e studentit mbi programin e studimit dhe mbi institucionin në tërësi nga pikpamja e tyre. Ky sondazh ka një rëndësi të veçantë sepse në radhë të parë u jep informacion studentëve aktual mbi institucionin ku ata studiojnë, u jep informacion studentëve të ardhshëm, pra maturantëve të cilët do të studiojnë në vitin e ardhshëm në këtë universitet, si edhe titullarëve të vetë institucionit mbi mendimin që kanë studentët për institucionin që ata drejtojnë, dhe më e rëndësishme gjithashtu u jep informacion aktorëve politik bërës për të patur një panoramë më të qartë mbi mendimin e studentëve, sepse është sondazh që zhvillohet në rang kombëtar, jo vetëm për institucionet e caktuara, por gjithë studentët në rang vendit do kenë mundësi ta vlerësojnë sondazh. Pyetësori do të zhvillohet online nëpërmjet platformës që disponohet për këtë qëllim. Ai mund të plotësohet në çdo kohë dhe nga çdo ambient, si dhe nga aparatet celular, ashtu edhe nga sallat e kompjuterave të vënë në dispozicion nga institucioni, duke nisur që nga 21 prilli për një periudhë afro një mujore. Gjirokastra po bëhet gati të pres turistët dhe të drejtohet atyre me paketa dhe çmime të arsyeshme. Oferta po përshtatet për turizmin e qarkut, ndërkohë që operatorët turistik kanë nisur promovimet dhe bashkëpunimet edhe me agjencitë ndërkombëtare. Gjirokastra është një nga qytetet më të bukura dhe më të pasura në trashëgimin kulturore dhe historike në Shqipëri. Si pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ajo ofron destinacione unike për vizitorët, si vendas ashtu dhe të huaj. Po ashtu, në zhvillimin e industrisë turistike, kjo zonë po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen për sezonin turistik pranverë-verë. Gjirokastra është, mund të themi që është një brand së bashku me Tepelenën dhe Përmetin, përveç Gjirokastrës që është në UNESCO me pazarin, me kalat dhe muzet e saj, janë edhe rrethinat. Kemi një pritshmëri të mirë këtë vit, do jetë në të njëjtat nivele si vjet besoj, ndoshta edhe më shumë. Ajo që na bën përshtypje është që këtë vit kemi disa rezervime me të shtetasve amerikanë, që nuk ndodhte më përpara. Është duke u rritur, do me thënë mund të themi që këtë vit presim dhe një lloj klienti më të mirë, më cilësor. Në përgjithësi, shërbimi në Gjirokastër ka përmirësim të dukshëm, por ka ende hapësira për ndërhyrje. Turizmi nuk është i standardeve aq të larta, por gjatë kësaj periudhe
po shikoj çdo vit që rritet cilësia e turistit që vjen. Edhe neve jemi më gati me akomodimet, jemi më të përgatitur për këtë, përparojmë, edhe cilësia e turistit rritet njëkohësisht. Ndërkaq, operatorët turistik vënë theksin se Gjirokastra ka potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit, për të bërë pjesë e një destinacioni turistik tërheqës dhe të qëndrueshëm. Kërkohet bashkëpunim midis aktorëve lokal, përmirësimi i shërbimeve dhe investimeve në infrastrukturë e të tjerë. Për 3 vite menaxhon një strukturë akomoduese në qytetin bregdetar të Sarandës. Erisa Çakalli i takon brezit të tretë që administron këtë aset në shërbim të turistëve, duke marrë kështu përgjegjësinë e të drejtuarit të biznesit familjar. Aktualisht ajo punon edhe për ndërtimin e një aplikacioni që mundëson marrjen e një zinxhiri shërbimesh që turisti kërkon. Është i treti sezon që mbi shpatullat e saj bie pesha e punëve të shumta që ka menaxhimi një strukture hoteliere në tipin e një vile turistike Buzdetit në Sarandë. Kjo për Erisën do të thotë që të marrë edhe riskun e përgjegjësinë e nxjerrjes matan të biznesit familjar, duke i lutur të qëndrojnë tërësisht jashtë loje prindrit e saj që më parë administronin vilën si të mundnin. Vendosa pas 13 vitesh që të kthehem në Shqipëri. Arsyet janë lidhen pak edhe me situatën time personale, në sensin që unë jam një fëmijë vetëm dhe për vite të tëra unë e kam ndier pak peshën e lënies vetëm të prindërve, dhe kjo ka qenë, le të themi, arsyeja dhe shtysa e parë, se çdo herë që vija në Shqipëri, shikoja përmirësime dhe potencialin që kishte dhe mundësitë që ishin këtu për të investuar. Dhe fakti që unë kisha një pronë nga familja, e cila nuk po shfrytëzohej në formën ashtu siç duhet të ishte, duke parë dhe shëmbët që unë kisha parë jashtë, tash që okay, është momenti i dur që unë të kthehem dhe të bëj ndryshimet sipas vizionit tim. Struktura hoteliere që Erisa Çakalli drejton e ka çelur tashmë sezonin e ri me turistë nga vendet nordike dhe gjerman. Dhe nisim këtë sezon me grupet e para norvegjeze. Pjesa tjetër pas prillit, majit janë përgjithsisht prenotimet të cilat vinë direkt ose në website-in e hotelit ton, ose nëpërmjet platformave shumë të mirënjohura siç është Booking. Prej disa vitesh tani më, sezoni është zgjeruar akoma më shumë. Nëse para shumë vitesh ne punonim rreth 4-5 muaj, tani mund të themi me bindje që për 7 muaj ne punojmë shumë mirë. Domos 3-4 vitet e fundit që dhe në muajin prill punojmë po një lloj siç kemi punuar me majin apo dhe qershorin vitet e tjera. Këtë vit është akoma edhe më mirë, edhe për shkak të bashkëpunimeve që ne kemi tani me agjenci të mirënjohura nga jashtë që kanë sjell këtu kontrata dhe oferta shumë të mira. Në 3 vite solli një përmbysje të praktikës dhe të rezultatit që në finale shprehet me fitim motivues. Rritja e flukseve nga viti në vit thotë se i diktoi që për këtë verë të ndryshojë krejtësisht faqen dhe brendinë e hotelit, me një koncept dhe standard krejtësisht tjetër nga ai që ishte. Erisa thotë se ky hotel është nga të parët në Sarandë dhe se ajo i takon brezit të tretë që administron këtë aset. Duke qenë se hoteli jonë është nga strukturat e para akomoduese në qytetin e Sarandës, operojmë që prej vitit 92 dhe unë jam brezi i tretë që kam trashëguar, këtë vit ne kemi bërë një rekonstruksion total. Duke parë gjatë viteve se çfarë mungonim, nga komentet që merrnim nga klientët në vitet e shkuara, u përpoqëm që ato kërkesa ti shfaqim edhe në projektin për rekonstruksion. Kështu që shpresoj që këtë vit të vim në treg me një ofertë akoma më të mirë dhe t'i kënaqim akoma më shumë kërkesat e klientelës. Por qasja e saj ndryshe në të bëni turizëm në Sarandë nuk ndalet. Ajo punon për ndërtimin e një aplikacioni që mundson marrjen e një zinxhiri shërbimesh që turisti kërkon. Pjesa dërmuese e turistëve, sidomos ata që vinë nga jashtë, e duan që çdo shërbim ta prenotojnë dhe ta bëjnë gati nëpërmjet telefonit. Kjo gjë bëhet vetëm për hotelet. Pra, klienti nga jashtë mund të prenotojë vetëm hotelin, maksimumi ndonjë guidë. Por të gjitha shërbimet të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme për turizmin, siç është qoftë nga prenotimi i një taksie direkt online, prenotimi i një bilete autobusi, prenotimi i një shërbimi mjekësor në rast se i ndodh diçka, këto janë
inekzistente. Jashtë këto shpeshherë janë të zgjidhura direkt me një aplikacion. Dhe unë atë që jam përpjekur të bëj është që në website-in tim të hotelit të gjitha këto shërbime t'ja ofroj direkt klientit. Ka një faqe ku shikon çmimet, pra nuk vendoset në moment të fundit çmimi kur ti shkon te taksia dhe ai të thotë. Unë personalisht jam duke punuar në këtë gjë për të prodhuar një aplikacion i cili përmbledh të gjitha këto shërbime. Një menaxhere si Erisa Çakalli bashkon në një energjinë e moshës rinore me aftësinë e lartë menaxheriale që mbështetet fort tek qasja e mentalitetit perëndimor dhe në përparësitë që vijnë nga teknologjia. Bashkia Tepelen vijon të mbështesë shtresat në nevojë duke vendosur buxhetin social si prioritet edhe për vitin 2025. Më shumë se 10% e fondeve janë orientuar drejt strehimit dhe ndihmës ekonomike për familjet në kushte të vështira. Ndërkohë është bërë aplikimi pranë Ministrisë së Ekonomisë për rikonstruksionin e 34 banesave që u përkasin familjeve në nevojë. Në bashkinë e Tepelenës, për vitin 2025, buxheti social ka zënë një vend të rëndësishëm në planifikimin financiar të njësisë vendore. Më shumë se 10% e fondeve, si në buxhetin afatmesëm, ashtu edhe në atë afatgjatë, janë orientuar drejt mbështetje sociale, përfshirë fushën e strehimit dhe ndihmën ekonomike për familjet në nevojë. Vetëm për vitin 2025, në totalin e buxhetit të miratuar për bashkinë Tepelen, 10% e fondeve kanë kaluar në buxhetin social. Kjo ka të bëjë me disa elemente rëndësishëm, si në fushën e strehimit të familjeve të pafavorizuara, ashtu dhe në ardhjën në ndihmë ekonomike, në kontributin e vetë bashkisë për bashkëfinancimin të një pjese të bonusit të qerave. Ndërsa është bërë me dije se bashkia ka aplikuar pranë Ministrisë së Ekonomisë edhe për këtë vit me qëllim për të përfituar fonde për rikonstruksionin e 34 banesave të familjeve në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Ne kemi aplikuar pranë Ministrisë së Ekonomisë për të përfituar nga investimi që kryen Ministria për rekonstruksionin e banesave të familjeve të pafavorizuara. Janë 34 aplikantë, jemi në fazën e shqyrtimit të dokumentacionit dhe korrespondencës së përditshme me Ministrinë për finalizimin e këtij projekti. Por nga ana tjetër bashkia vetë me buxhetin e vetë ka parashikuar një sër ndihmash të menjëhershme të familjeve në nevojë. Kemi miratuar në vendimin e fundit të Këshillit Bashkiak një fond prej 2.200.000 lekësh për të ardhur në ndihmë 5 familjeve me një sipërfaqe totale të ndërtimit rreth 450 m2, si dhe kemi aplikuar një fond në shumën 1.719.000 lekë për të ardhur në ndihmë 34 familjeve me probleme të theksuara sociale. Bashkia Tepelen po i kushton mbështetje sociale me qëllim përmirësimin e jetës për familjet në nevojë më tepër vëmendje. Shkolla profesionale Sarand Antoni Athanas ka çelur degën e re 2 vjeçare për pasuri të paluajtshme. Drejtuesit e këtij institucioni arsimor thonë se pritshmëritë dhe kërkesat janë të larta. Ata e lidhin këtë fakt me numrin e shtuar të ndërtimeve që po ndodhin dekadën e fundit në qytetin bregdetar. Në shkollën profesionale Antoni Athanas, prej muajt janar është qelur dega më e re 2 vjeçare për pasuri të paluajtshme. Gjatë 3 muajve të parë, kjo degë ka patur një interes të lartë dhe po frekuentohet nga rreth 30 nxënës. Ne si vjet kemi futur pas të mesme për ndërmjetësimin e pasurive të paluajtshme dhe jemi të lumtur që numri të regjistruarve ishte shumë i madh. Ne mundëm të hapim vetëm një klasë dhe me një numër goxha të madh, rreth 30 nxënës, por që shikojmë që do jetë dhe vitin tjetër në vazhdim do jetë interesi goxha i madh për këtë degë, por dhe për ato që ne duam të hapim këtë shtator. Ndërkaq stafi arsimor së bashku me drejtoreshën Rudina Liçaj po punon edhe për të hapur në shtator degën më të re menaxhimi i strukturave turistike. Ne për shtator kemi bërë 2 kërkesa që kemi çuar kërkesat në ministri për të hapur për pas të mesmen degën e re që sa ka dalë kurrikula ndërmjet menaxhimin e strukturave turistike. Ndërsa për shkollën e mesme do futet sistemi dual në degën e hoteleri turizm tek viti 3.
Por ky është një vit që do jetë specifik dhe sprovues si për shkollën, si për biznesin, por synimi është që pastaj në vitet në vazhdim komplet hoteleria të futet në sistem dual që nga viti i parë. Shkollat profesionale vitet e fundit po shihen si një mënyrë me lehtë për të punësuar pas përfundimit të studimeve nga të rinjt. Bashkia Liboho po përgatit një kalendar të gjerë aktivitetesh për muajt në vijim me qëllim gjallërim në jetës lokale dhe tërheqjen e vizitorëve duke promovuar traditat dhe kulturën e zonës. Bashkia Libohov ka nisur punën për hartimin e një kalendari të pasur aktivitetesh kulturore për muajt në vijim. Qëllimi kryesor është gjallërimi i jetës së komunitetit dhe krijimi një atmosfere tërheqëse në këtë zonë me potencial të lartë turistik. Aktivitetet do të fokusohen kryesisht në promovimin e trashëgimisë kulturore të Libohovës, përfshirë rritet tradicionale, kulinarinë vendase, artizanatin dhe muzikën popullore. Sigurisht që ne kemi planifikuar pjesën e aktiviteteve duke nisur nga muaji qershor, korrik dhe gusht, cilat do të kenë aktivitetet siç kanë qenë edhe vitet e kaluarave. Mendojmë dhe shpresojmë të shtojmë dhe aktivitetet të tjera për te i kalendarit që ne kemi afishuar. Këto aktivitete japin më shumë indicje vizitorëve të huaj, duke qenë se ato janë tradicionale, një pjesë e mirë e aktiviteteve dhe shpresojmë të ketë interes prej tyre. Kjo është një mundësi e mirë për banorët që të lidhen më shumë me rrënjët e tyre kulturore, por edhe për turistët e huaj që të njihen më mirë me traditat dhe kulturën e zonës. Siç e dim, në gjithë Shqipërinë vizitorët janë të interesuar për traditën, kulturën, rritet, doket, veshje tradicionale që ne i kemi. Ndër aktivitetet kryesore, unë do përmend dy që kemi me interes, që është jeton natyrën që bëhet në fushën e Çajupit, duke përfshirë edhe zonën e Zagorijës. Aty shpalosim traditën, kulturën, polifoninë, kulinarinë, çka përmban zona e Zagorisë, po dhe natyra që të jep vetë fushë e Çajupit të lë mbresa. Midis të aktiviteteve është edhe aktiviteti që bëhet në Libohov, tradita libovite, sigurisht që ka interes shumë të madh, tashmë është e njohur kudo. Aktivitetet bëhen për të mbledhur jo vetëm turistët, por edhe për të bashkuar me njëri tjetrin në aktivitetet tradita libovite, për shembull duke qenë se është në muajt që emigrantët të gjithë marrin pushimet dhe të gjithë festojmë së bashku. Aktivitetet e planifikuara pritet të tërheqin edhe më shumë vizitor, të cilët janë gjithnjëherë më të interesuar për të njohur nga afër kulturën autentike shqiptare. Përmes këtyre nismave bashkia synon jo vetëm të zhvillojë turizmin, por edhe të fuqizojë identitetin kulturor të zonës. Sarandioti Alush Shukari, vrapuesi i garave të gjata, nuk mund t'i mungonte maratonës 6 prillit 2025 që u zhvillua në Firenze të Italisë. 58 vjeçari Sarandiot, pasionanti i vrapimit, u bë pjesë e kësaj maratone ndërkombëtare me fanellën Saranda Albania, si vetmi shqiptar mes 6.000 pjesëmarrësve nga disa vende të botës. Ai garoi në maratonën me gjatësi 21 kilometër dhe arriti të renditeti 26 për grup moshën plus 50 dhe i 6 në moshën plus 55. Largësim prej 21 kilometra, maratonisti Alush Shukari e përshkoi në kohën 1 orë 27 minuta e 49 sekonda, ose në 4 minuta e 5 sekonda më pak se në maratonën e Napolit, duke koleksionuar kështu një tjetër rezultat pozitiv në një event sportiv ndërkombëtar. Maratona e Firenzes ishte aktiviteti i dytë ndërkombëtar për vrapuesin Sarandiot të 58 vjeçar. Pjesëmarrja e tij e parë ishte në maratonën e Napolit që organizua në muajin shkurt të këtij viti. Përfunduam këtu, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshim.